A mund të imagjinoni një njeri që Serbia e dënoi me vdekje si armik të shtetit, që komandoi qindra luftëtarë shqiptar në Kosovë, që u diplomua me nderime në Akademinë Ushtarake të Torinos dhe që luftoi për vite me radhë kundër qetnikëve serb. Por që fundin nuk e gjetin nga plumbat e armikut, përkundrazi, fundi i tij do të vinte në një kamp pune shqiptar në Baltrat e Maliqit, në rrethana aq të errëta dhe tronditse sa edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të ngjallin debat. Kjo është historia e kolonel Sulejman Vuçitërnës, njërit prej ushtarakëve më të arsimuar dhe më të përgatitur që kishte nxjerrë Kosova në gjysmën e parë të shekullit 20. Por para se të vazhdoj mëtej, nëse ju pëlqejnë historitë e vërteta shqiptare që rrallë tregohen në tekstet shkollore, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin ton. Jo na ndihmon të vazhdojmë të sjellim histori të harruara, por jashtëzakonisht të rëndësishme për kujtesën ton kombëtare. Sulejman Vuçitërna lindi me 11 shtator të vitit 1898 në Vushtri të Kosovës. Ai vinte nga një familje e njohur patriotike, me rënj nga dera e kastratëve të Vrbovcit në Drenicë. Familja e tij ishte ndër ato familje që brez pas brezi kishin mbajtur armën në dorë për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Babai i tij, Mulla Bajram Kastrati, nuk ishte vetëm klerik musliman, por edhe një figurë me ndikim në jetën kombëtare të rajonit. Për këtë arsye, familja e tyre ishte vazhdimisht në vëzhgimin dhe presionin e pushtuesve. I rritur në një ambient ku flitej për liri, rezistencë dhe sakrificë, Sulejmani nuk mund të mbetej indiferent ndaj fatit të vendit të tij. Në moshën vetëm 16 vjeçare, ai braktisi shkollimin dhe mori armët. Kosova sapo kishte hyrë në një periudhë të errët nën sundimin serb dhe shumë të rinj shqiptar po bashkoheshin me lëvizjen kaçake, edhe Sulejmani u rreshtua mes tyre. Ajo që e veçoi shumë shpejt nga të tjerët ishte aftësia e tij organizative dhe guximi i pazakont. Në vitin 1916, kur ende nuk kishte mbushur 18 vjeç, ai u emërua komandant i qetës së Vrbovcit dhe kishte nën urdhrat e tij mbi 400 luftëtar të armatosur. Për një djalosh kaq të ri, ky ishte një besim i jashtëzakonshëm. Por fama e tij do të sillte edhe pasoja. Në vitin 1919, forcat e gjandarmërisë serbe rrethuan kullën e familjes së tij në Verbovc me qëllim arrestimin e tij. Ata mendonin se më në fund e kishin zënë në Grack, mirë po Sulejmani luftoi nga brenda kullës dhe arriti ta thyej rrethimin. Kur serbët e kuptuan se objektivi i tyre kishte shpëtuar, zemërimi i tyre u kthye në hakmarrje. Kulla e familjes u dogj, ndërsa vëllai i tij, Mulla Isufi, sipas dëshmive të kohës, u varrosi gjallë. Ngjarja tronditi gjithë Drenicën, ndërsa për Sulejmanin ishte një plagë që nuk do të mbyllej kurrë, që nga ai moment ai nuk ishte më vetëm luftëtar, ai ishte bërë simbol rezistence. Vitet që pasuan e afruan me figurat më të rëndësishme të nacionalizmit shqiptar. Ai bashkëpunoi ngushtë me Hasan Prishtinën dhe Bajram Currin. Madje së bashku me ta, nënshkroi peticione për rishikimin e kufive të vitit 1913 dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Kjo veprimtari e bëri edhe më të rrezikshëm në sytë e Beogradit. Qeveria serbe e dënoi me vdekje. I ndjekur nga autoritetet dhe i kërcënuar në çdo hap, Sulejmani u detyrua të largohej nga Kosova. Në fund të vitit 1922, ai mori rrugën drejt Shqipërisë, pas një udhëtimi të rrezikshëm, duke kaluar kufirin dhe sipas dëshmive edhe liçenin e Shkodrës me not, ai mbërriti në Shqipëri. Këtu filloi një kapitull krejt tjetër i jetës së tij. Njeriu që deri dje kishte jetuar në male e me pushk në dorë, vendosi t'i rikthehej arsimit. Me bursën e siguruar nga fondet e Hasan Prishtinës për studentët kosovar, ai u regjistrua në Normale të Elbasanit. Diplomoi në vitin 1929
dhe shumë shpejt fitoi të drejtën për të vazhduar studimet ushtarake në Itali. Në Akademinë Ushtarake të Torinos ai shkëlqeu, u diplomua me rezultate të larta në vitin 1933 dhe u kthye në Shqipëri si një oficer profesionist i përgatitur sipas standardeve më të mira evropiane. Më pas u specializua edhe në Austri, duke u bërë një nga kuadrot më të kualifikuara të ushtrisë shqiptare. Karriera e tij ushtarake u ngjit me shpejtësi. Shërbeu në disa qytete të Shqipërisë, dha mësim në shkollën mbretërore të oficerëve dhe më pas, me dekret të mbretit Zog, u emërua komandant i asaj shkolle. Ishte një post prestigjioz që pak veta mund të arrinin. Por më 7 prill 1939 gjithçka ndryshoi. Italia fashiste pushtoi Shqipërinë. Sulejman Vučitrna refuzoi të vazhdonte shërbimin në rrethanat e reja dhe u largua nga ushtria. Pako më vonë, ai u kthye në Kosovë, ku do të hynte sërish në histori. Gjatë viteve 1941-1944, ai mori detyrën e komandantit të mbrojtjes së kufirit verilindor shqiptar. Ishte një zonë e gjerë dhe tepër e rrezikshme. Në ato vite, ai udhëhoqi operacione të shumta kundër forcave çetnike të Draža Mihajlovićit. Luftimet në Kolashin, Novi Pazar, Rashk dhe zona të tjera ishin të ashpra. Për sukseset në fushbetej, ai mori gradën kolonel, por ndërkohë ai ishte bërë edhe një nga mbështetësit kryesor të Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare në Kosovë. Bashkëpunonte me Ymer Berishën, Bedri Pejanin, Mehmet Gradicën dhe figura të tjera të njohura. Kishte kontakte edhe me britanikët, duke besuar se pas luftës, aleatët do të ndihmonin zgjidhjen e çështjes shqiptare. Megjithatë, fundi i luftës së dytë botërore nuk solli atë që ai kishte shpresuar. Në vjeshtën e vitit 1944, ai u kthye në Tiranë pranë familjes së tij. Nuk kishte asnjë arsye të mendonte se do të arrestohej. Gjatë gjithë jetës kishte luftuar kundër pushtuesve dhe kundër çetnikëve serb. Por regjimi komunist kishte filluar spastrimet ndaj kundërshtarëve politik. Natën e 14 nëntorit 1944, partizanët hynë në shtëpinë e tij dhe e arrestuan. Familjes i thanë se po e merrnin vetëm për disa sqarime. Në realitet, ai nuk do të kthehej më. Pas muajsh torturash dhe hetuesie, Sulejman Vučitrna doli para gjykatës speciale në mars të vitit 1945. Dëshmitar të ndryshëm dolën në mbrojtje të tij, madje edhe njerëz të afërt me komunistët dëshmuan për ndershmërinë dhe karakterin e tij, por vendimi dukej i paracaktuar. Gjykata e dënoi me 30 vjet burg dhe punë të detyruar. Ai u dërgua në kampin famkeq të Vlorçishtit, në Kanetën e Maliqit. Aty filloi kapitulli më tragjik i jetës së tij. Kushtet ishin njerëzore. Të burgosurit punonin deri në raskapitje, mes baltës, urisë dhe sëmundjeve. Sipas dëshmive të bashkëvuajtësve, gjendja e Sulejmanit u përkeqësua aq shumë sa në një moment dëshpërimi ekstrem ai preu gishtat e këmbëve për t'i shpëtuar vuajtjeve dhe për t'u dërguar për mjekim. Mjeku i kampit, doktor Hysen Begasi, kërkoi që ai të transferohej urgjentisht në spitalin e Korçës. Por këtu, historia merr një kthes edhe më të errët. Sipas dëshmive të kohës, komandanti i kampit, Tasi Marko, refuzoi kërkesën e mjekut. Në vend që të dërgohej për kurim, Sulejman Vučitrna u la pa ndihmë. Më 15 tetor 1945, ai ndroi jetë. Madje disa dëshmi shkojnë edhe më larg, duke pretenduar se ai u hodh në një grop pranë kallamishteve të Kanetës së Maliqit ende me shenja jete, duke u varrosur gjysmë i gjallë. E vërteta e plot mund të mos mësohet kurrë, por ajo që dihet është se eshtrat e tij nuk u gjetën asnjëherë. Kështu përfundoi jeta e një njeriu që Serbia e kishte dënuar me vdekje, por që nuk arriti ta vriste. Një njeriu që kishte luftuar në male, kishte studiuar në akademitë më të mira të Evropës dhe kishte komanduar forca shqiptare në mbrojtje të trojeve kombëtare.
Fati Sulejman Vučitrnas mbetet një nga historitë më të dhimbshme dhe më pak të njohura të shekullit të kaluar shqiptar. Çfarë mendoni ju për jetën dhe fundin tragjik të kolonel Sulejman Vučitrnas? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.